Drejtuesi politik I qarkut Shkodër Benet Beci ka bërë një prezantim të shkurtër të kandidatëve socialistë duke vlerësuar ekipin që I paraqitet zgjedhësve për ta mbështetur me votë. Kur nuk kam parë një prezantim më përfaqësues në nivel qarku. Këta janë lojtarët e ekipit tonë I dashur kryeministër, jam I sigurt që Shkodra do t'i mbështesë ata dhe do të punojë fort dhe bashkë me mbështetjen e qeverisë shqiptare, Shkodra do të kthehet porta e hyrëse e Shqipërisë në Europë. Kryeministri Edi Rama është ndalur në prioritetet e PS për qarkun Shkodër, por dhe Shqipërinë duke vlerësuar skuadrën e kandidatëve për deputet. Unë besoj shumë që ajo që ne filluam me Benetin, që rezultoi një histori suksesi, duke I dhënë Shkodrës mundësinë të zgjedhë një personalitet po doni shumë ngjyrësh, po doni pa ngjyrë, përtej llogoreve partijake, është sot edhe në këtë skuadër ku si shta Beneti ka njerëz që vijnë nga një rrugë e gjatë me Partinë Socialiste, ka njerëz që vijnë nga një rrugë e nisur me Partinë Demokratike, ka njerëz që vijnë nga territori, ka njerëz që vijnë nga emigracioni. Shefi I qeverisë gjatë fjalës së tij nuk ka lënë pa ironizuar edhe listën e PD me aleatët për qarkun e Shkodrës. Janë kthy prapë te ca personazhe, unë nuk e kuptoj dot si mund të insistohet në të njëjtin bullallëk. Është habi shumë e madhe. Për ca personazhe që është të vjen zor ti përmendesh dhe emrin që I kanë vënë atje në listën e Kënetës. Kënet e vërtet. Agenda e kryeministit Rama në Shkodër ka parashikuar një sër takimesh, përfshi edhe prezantimin e paketës së maleve.